ai ka trash zullumin, e ka bërë të trash, e zullumi putet po trash, ka holluar dhe Peri. Edhe Peri marrëdhënie me qytetarët, e ka holluar, me ka bërë gati të kputet. Kështu që unë besoj ke kjo gjendje. Po të temi dy gjëra tjera, po urdhë pyetje. Jo, ideja është që ti mendon se vetëm nëpërmjet kësaj konsekuence dhe konsistence do shkojmë drejt kësaj. Bravo. Nuk do ketë. Çfarë bëri Gandhi më vëlla? Gandhi me konsekuencë të vazhdueshme. Atë që quhet shtet anglez i armatosur në ideologji, në botë kuptime i kohës. Me atë bëri Gandhi, me atë durueshmëri impost. Ndonjëherë tash, ne s'kemi anë. Një shtet, o gazetari dashur, ka në Amerika e ka neni 1, liri e fjalës. Neni 2, liri e armës. Pra një popull që nga kohë e mbretit deri sot është armatosur, sepse prandaj shqiptari ka qenë i lirë, na mëson historia, deri në vitet 1930, 35, 40. Ishte i lirë më sepse deri në atë kohë shqiptari mande armë dhe ti kur nuk i jepet drejtën e fjalës, shqiptarisht nuk nga jep soti, na ke armatosur, na ke bërë të edukuar, me arsimime analfabet funksionali, ku unë nuk kam më dëshirë vetë të jap mësim, unë pedagog 20 vjet, nuk kam edhe të më lutesh. Megjithëse kam vështirësi ekonomike, me të drejtën, sepse e kam zyrën e këtu ku jam ti, bosh kompjuterin të majt, bosh kompjuterin djathtë, bosh kompjuterin përballë, bosh, pra nuk kam më ti. Kanë ikur gjithë. Unë jam vetëm. Do të them që kjo bjerje, që ky kryeministër nuk bëri që shqiptarët të migrojnë. Samira i pranon migrim të indianëve, pakistanit në Shqipëri. Ndërkohë që ne bëm shpopullim, pra ai bëri një profeci, bëri një teknologji të menduarit, e ktheu në formë profeci që ti ta besosh që në vend se të përballesh si gjyshi me armë, se kishin armë ata. Gjyshlitanti me qeverindi, ne nuk përballemi dot as me lirinë e fjalës, sepse liria e fjalës me përshtim të juve, jo të bëj qepin, që më let flas mua, të tjerë nuk të pyesin mua, thret një media nuk di të pyesi. Nuk të let flas, kujdes mos u prek kryeminist. Edhe gjitha media ti i ke të blera, pra ne nuk kemi shqiptarët, as liri fjalë, as liri arme, në mënyrë që unë përballoja. Prandaj edhe lindin mendime, diku krijon një kuvend ai, diku krijon një organizim, diku krijon një protestë, diku krijon protestë individuale. Pra, jemi detyruar pas jemi të armatosur, në kohë që shteti është i armatosur, deri dhe me të gjitha forcat e veta. Në kuptim, urdhon. Jo, profesor, 3 janë skenaret se si do përfundojë kjo. O do lodhen qytetarët, gjë që s'ka gjasa, edhe sipas asaj që thatë ju, do të vazhdojë bërthama, ose do dorëzohet qeveria në atë që ju supozua tani për shkak të kësaj, qeveria do të fillojë dëgjoj mesazhet e protestës dhe do t'i zbatoj kërkesat e tyre, po kemi edhe një opsion të tretë, ku protesta vazhdon të mbetet e vendosur dhe pa lëkundur kërkesat e veta, ndërkohë qeveria nga ana tjetër edhe ajo do të vazhdon të mbetet e pa lëkundur, sepse thotë kam 860.000 vota dhe kam marr votimin e qytetarëve shqiptar. Nëse palët shkojnë dhe po shkojnë drejt këtyre 2 qëndrimeve ku askush nuk po ecën pas, cili është skenari? Atëherë i dashur, ka vetëm një anije. O do ipi qeveria në atë anije, o do ipi protesta, apo ne. Ka një anije. Po protestuesit duhet të ndajnë mendjen në betim me vetveten, që kjo anije duhet djegur. Një anije me cilën ti po shkon në protesti nuk ka kthim mbrapa. Tamam si generali anglez në Bretanjë. Më duket e kam thënë një herë këtu. E kemi thënë, po. E do janë ai në luftën e dytë botërore, s'ka kthim ta. Edhe ne në mendjen tonë, në koshiencë, në atë që quhet me farë figurine, që ne nga rruga që vajtëm nga shtëpitë tona deri në protestë, kjo rrugë, kjo anije, kjo ideologji, nuk ka kthim mbrapa. Pra, kjo është anija e djegur, nuk ka kthim mbrapa. Ndryshe, ai do quhet dëri plagosur, ose ari i plagosur, qeveria me këtë protesti, qofse ne e lëm gjysmë, qofse ne nuk e vazhdojmë, qofse ne lodhemi, atëherë ai do quhet ari i plagosur. Dhe ti e di shumë mirë, që ariu i plagosur është shumë, atëherë është shtallës.
është i rrezikshëm. Dhe ai do t'i marrë të vartat nga mua parin, apo të 10-in, apo të 1.000-in, edhe deri mbyllë ku duash. Do t'i marrë të varë. Prandaj, ashtu si kundër qytetarët do t'i lënë një shteg duke rrethuar fizikisht parlamentin dhe qeverinë, t'i lënë një shteg të ikin vetë, pastaj gjykim Nurembergu një proces tjetër. Formohet qeveria apolitike, jo me politikanë, kalimtare, 18 muaj, 12 muaj çansi e ka, ku vendosen ato që quhen shtyllat të një shtet i së drejtës, që populli shqiptar e ka këtë eksperiencë, shtet të së drejtës, e ka patur 10.000 vjet, nga kanuni kur është shpikur në vitet 6.000 para sumerve, edhe sot jo, deri para 100 vjetës. Pra, atëherë, nëse do vemi ke qeveria apolitike që do formojë rregullat, dhe kushdo qeveri që vendi, po që se thyen këto rregulla, atëherë ndoshta ai kuvendi që bën fjalë në fillim, ndoshta ai kuvend është i zile, e ka shkelur kufirin e kujtot, i ka shkelur rregullat e asaj që ka vendosur qytetaria. Pra, nuk është e thjeshtë, këta nuk duan të qeverisin, këta duan të shërbejnë një grushti të vogël njerëzish, të dëgjosh këto që mblodha unë sot, për të thënë që ku ky kryeministër ka shkelur kushtetutën, janë pa fundin. Vetë unë kam 3-4 rast, Butrindi, shkelje kushtetute, zonat e mbrojtura, shkelje kushtetute, garat në përtendra, ku arkitekti i vendit kur nuk ka fituar. Fiton një arkitekt i uaj atë që jep kryeministrit. Marrëdhëniet investitori strategjik është krye çështja e mafjes shqiptare. Investitori strategjik, i cili është një ligj që do të ishte i përkohshëm le ta zëm 1 vit 2 vjet, është shtytur 5 herë, mund të hiqet tani në 2026, për shtytur 5 herë derisa ky të kënaq nevojat strategjike të miqve vet. Dhe shteti yll në marrëdhënie që s'ki t'ja marri tokën pronarit ligjshëm, ku pronari ligjshëm ja jep kushtetuta me drejta barabarta, si pronar publike, si pronari privat, ja jep kushtetuta, ky me vendimet 2015-s shkel kustetutën, ja jep investitori strategjik. Pra, kjo ti maramendje e ligjeve shqiptare që si t'i shërbehet një pakicë të vogël njerëzish për të shkelur drejtat publike, të drejtën e qytetarit, drejtën e pronarit, kjo ti nuk është ajo si tash o pejk putur o zullum i trashur. Kështu që mendoj që unë them që do lodhet, do zhbëhen moralisht aty, akoma s'janë zhbërë. Profesor. Fjale fundit. Ta do thrasin ujkun e mirë, shumica e deputetëve do thrasin ujkun e mirë, nësa ky kryeministri nuk ka ujë të mirë ky më brenda vetes. Ky ka vetëm një ujë djallë. Ky është 99 hapa para. Ka ujë djallë ky pra. Ose është futur në një mengene që nuk e lën këta të tjerët që ai të triqet. Por vetëm qofse ndodh ajo. Jo, profesor, folët për ministra, për 6 deputet, pra për një çarje brenda mazhorancës për shkak të presionit edhe zhbërjes. E keni informacion apo dedukcion? Kam vetë takime direkt, vetë unë. Një, dhe dyta është informacion, që 6 deputet bëhen gati për ta lënë, siç e la ajo e Koçep, deputetja e Shkodrës. Bëhen gati dhe ata. Ore, edhe ke armët kimike ti, pse nuk e bëri Rama u kënaq për shkak të protestës së 10.000 vetave që ishin ne? Jo më vllai se kur u bë ajo që LSI-ja në atë kohë me 19 deputetë doli kundra. I mblodhi ai. 53 ishin të PD-s, edhe 19 edhe 6 brenda PS-s, 6 brenda PS-s. Prandaj jo se na kënaqin 10.000 protestuesit ai. Edhe unë këtë loj bëra si më plaku i asaj proteste. Edhe iniciatori po edhe plak. Ç'a bëra? U lidha me Ilir Metën, me LSI. I mora fjalën, ja shpjegova. Se më pranoi shpjegim. Mi po duke qenë teknik që e dia që nothe me armët kimike në formën e lengut të sarinës që ne nuk kemi bën depozita për ta menaxhuar këtë leng për ta kthyer në të ngurtë, se kisha eksperiencën në arsenikun në Fier, dhe ai më kuptoi. Dhe fitova 90 vota, asnjëri nuk e di, ty vota të pari. Dhe mua më akuzuan atëherë sa Zanguri bë pjesë me LSI-n. Ndërkohë që unë isha ke kombi, isha ke Emallia, as më duhesh fare epiteti, se po të isha pjesë me LSI-n, do isha bërë drejtor. O popull, o njerëz, o qytetarë. Do isha bërë njerë më drejtor në karrierë 2004, 2026, 22 vjet, që ja bërë person publik, do isha bërë njerë drejtor më zëns ministr, zëns drejtor. Do isha përfituar në lek publik. Ore do merre projekte nga qeveria, po s'ka marrë kur më. Projekte nga qeveria nga 2004 sot, çka kanë bërë me djes, me biznese. Pra, edhe unë me LSI-n formatova këtë linjë, 19 deputet.
53, e djata ku morën takime, unë, Aulon Kalaja, edhe një grup nesh, morë me partinë ekologjike, me agroambientale, me zotin Agron Duken atë kohë, morë me partinë e drejta njeriut, morë me gjitha partitë e vogla, 1, 2, 3, 7, 52, edhe 19, edhe 6 deputet bëna APS-s, po deshtë ditë e memrat, edhe aji u dorëzua bëna deputet në parlament. Më shumë se sa ajo 10.000 protestus në shek. Aty është Chelsea, të numrat është fuqia. Aji do dorëzohet që do t'i bjeri vota. Do thasin ujkun e mirë, deputetet ka plot ndesh në brandën. Nuk janë gjithë si Zejinea dhe ajo Sala që e ka nga Elbasani, si janë gjitha shumë. Por ka ploti që do thasin gjakun e fisit. Do thasin gjakun me gjakun e të parve. Nuk e laj gjakun të votoj ndryshe. Do t'i vjeni mon, atë kush e bën këtë? E bën protesta, e bën morali protest, e bën fryma e protest, e gjvesh. Dakor, profesor, së fundmi, përveç mediave ndërkombëtare, ka patur 2 qëndrime nga ambasada amerikane, e cila për herë të parë, jo se ka folur drejt për protestën, po ka lajmëruar qytetarët e saj në raport me dhunën që mund ndodhë në këtë protest, që ka ishte gjë e re, sepse prej 30 ca ditësh nuk ishte reaguar. Në të njëjtën frekuencë ka qenë dhe ambasadori gjerman, i cili është këtu pas meje tani, në ekran, i cili gjithashtu ka shprehur mbështetjen për sa i përket të drejtës qytetare për të protestuar, por është distancimin nga dhuna gjithashtu. Si e shikon pozicionin e faktorit ndërkombëtar aktualisht përballë këtij realitetit të ri, se duhet thënë që protesta e ka futur Shqipërinë në një realitet të ri politik. Shiko tani, sa e madhërishme është kjo protestë. Italia, në Sardenjë, ndërpreu aktivitetet të tilla të investitorëve strategjik për shkak të kësaj proteste dhe të një ngritje nga brenda. Pra, për herë të parë, u morë shembull Shqipëria se si mund të sillesh, se si mund të bësh. Pra, ke Itali në afër, e njëjtë gjë Italia në Apulia, të njëjtë gjë investimet strategjike të tyre të fortëve të botës, e njëjta gjë ndodhi dhe nuk po ekzekutohen dot. Pra, ky model proteste ku mund të ketë nxitje ato që ju përmendët edhe nga shteti Amerikan, edhe nga shteti gjerman, mund të ketë edhe një frymëzim me njerëz caktuar, mund të ketë edhe tillë. Po fakti që protesta ka shërbyer si model për këto shtete, për shembull, Amerika mund ta shfrytëzojë në nëndor, që Trumpi do japi llogarinë në Senat për çfarë familja e tij është përfshirë prit, se nuk është përfshirë thjesht në një blerje toke, në një marrje toke, por toka është me predispozita mafioze. Pra toka në Zvërnet, dhe në qoftë se Stazani është publik toke shtetit, por në Zvërnet toka, mënyra si është marrë, që spaku është në kërkim e sipër për të zbuluar skemat, është tokë mafioze. Atëherë si mundet një shtet amerikan që duhet të hyjë me 100% siguri në një tokë ku marrëdhënia mund të jetë e pastër me publikun, transparent me publikun, informim me publikun, transparent me zonat e mbrojtura, transparent me zonat publike rare, kemi të bashka qerë, rare, dun, pyll, lagun, si mund të hyjë Amerika kur tokat e vetan me laguna, i le ka sa doj, edhe i let pa prekura. Si mund të hyjë në tokat tilla që hyjë në konflikt, që në germat e para të marrëveshjes, në konflikt me publikun, në konflikt me qytetarët, në konflikt me pronarët e tokës, Veneca pronarët, në konflikt me pronarët e ligjshëm, në konflikt me natyrën, me zonat e mbrojtura, edhe deri ke pushtet mafios, mënyrat, kadastra, nga Vlora erdhi në Tiranë, për çfarë erdhi më dhe? Çfarë, ambarën edhe, nuk e kuptojnë. Është për ta menaxhuar kryeministi pra. Duke shkelur kushtetutën që privati dhe publiku janë të barabartë në sigurimin e detës tyre të pronës së trashëgueshme. Nëse ato nuk funksionojnë në Shqipëri. Edhe ky amerikan që hyn në këtë marrëdhënie, edhe atë s'u t'ia fali dot Senati apo Departamenti Amerikan i Shtetit t'ia fali qoftë edhe presidenti ai që ka qenë sullesh në këtë rast, ose minimumi ka qenë sullesh. Dhe në këtë kuptim, edhe Gjermani, që ka interesa të tjera sepse çfarë është pika e Sazanit? Një Ormuz i dytë. Po çfarë është Katari? Po kjo, mi thash Katari, Sazan dhe Dubai në Durrës. E diti që projekti në Porto Romano do ta ndihmojë Zoti që nuk kryhet dot, sepse ta kam shpjeguar edhe një herë tjetër, projekti Porto Romanos kërkon tash 2 miliardë euro.
Dhe s'ka burnëre nga jashtë ato i fort këtë kompani të vi për 2 miliard euro, sepse ajo do mbushet gjovi në sedimentet që vi nga shkumbini, shkojnë për plasën në kepin e Pallës edhe kthehen në Porto Romano. Nësa dush që është kalimtar sedimentin, nuk ndalon në Durrës. Megjithatë dush që ka një tmet tjetër. Ky tani është duke shqitur kalatën e fundit Durrës. E diti që për 1 muaj, 2 muaj, po u shqit kalata e fundit e portit Durrësit, ne ngelemi pa port. Atë to interesa që duket si interesa shqiptare, to nuk kanë interesa strategjike sa amerikane sa europiane, si duket këtu? Porto Romano apo Durrësi. Ta marri Dubai në atë, e merr ky Kuwaiti në Sazan, Hormuzi në faqe Port-au-Prince, Hormuzi në një pikë caktuar aty në Zvënec. Atëherë, ku janë pika strategjike të pranaj ky i uruari apo i mallkuari kryeministri jot, se jemi në kushkur, ky ka përplasur politika strategjike të mëdhenjve të botës. Kaq. Dakord. Profesor, po prapte protesta jam për ta zgjidhur këtë situatë, nisur edhe nga ky parashtrim që ju bët. Si e shikon pozicionin e SPAK-u, se SPAK-u është investimi më i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të garantuar projektin e tyre që lidhet me demokratizimin e Shqipërisë dhe integrimin në Bashkimin Evropian. SPAK-u do vetëm mbështetje, do frymë qytetare, dhe protesta nuk ke dëgjuar ndonjë fjalë kundër SPAK. Nuk ke dëgjuar dot, nuk mund dëgjosh dot. Prandaj SPAK-u të jetë çik më dinamik, edhe në koherent me kërkesat e qytetarëve. Po, nëse ne unë këto që them, unë të them ty në një farë vizioni ajsa qytetar apo teknik, se jam specialist i këtyre fushave të strategjisë të botës, nuk jam. Po amar të mblodha në një farë mënyrë si një qytetar i thjesht. SPAK-u duhet ta zbardhë rrjetin. SPAK-u duhet me vërtet të zbulojë që ato prona të mafjes që qeveria amerikane po hyn debat në Senat janë të mafjes, janë marrë në mënyrë abuzive ndaj pronarëve të ligjshëm, ndaj interesit publik, janë marrë në mënyrë abuzive, e them unë sepse nuk ka mundësi në gjeologjinë time rrera Duna, Laguna, Pylli të jenë pronë e dikujt. Nuk ka mundësi se unë vetë që ndal, ta kam thënë kaq herë, i kam patur toka deri në Divjak. Po të ishte ma kështë lëmë perandoria e ateshme tokën edhe bënda Divjakës dhe në Karavastan. Nëse këta janë Karavastasë, këta kanë shkuar, janë futur në Karavastan, më bujë dhe, janë futur në Pishporë, janë futur në Seman. A i projekti Semanit, a i projekti Djellorët, e të ku e shëllimi apo jo? E para njerë, që ne nuk marrim pikë energjie nga satelitë Djellorë, e dyta, mbas 10 vjetësh ata kthehen në toka publike për investime të tilla strategjike për ndërtime, dhe e treta, ne marrim vetëm mbetjet. Gjitha ajo mbetje e paneleve diellor që janë me litium me plum, ku do shkojnë? Këta nuk kanë në kontratë që mbetja do ta treqin mbas fare. Pra ne jemi qeveria thuhet fjala e poshtë, më e poshtë ndaj popullit të vet. Nga 20 sot. Sepse ka menduar se si të ngrej një tet në suk të Roskovecit dhe jo të përfitojnë nga ky tet. Ne japim tokën, ore si marrëdhënia që ka ai Qiraxhiu me atë që merr dyqanin. Qiraxhiu ka një tokë, ka dyqanin dhe ka një taksë të saktuar, 2 milion lekë të vjetar muaj taksë dyqani. Ai ka fitimin e vet. Mund ta ketë edhe më të ulët ai se taksë dyqanit. Ndërkohë, nëse ne nuk marrim asgjë, vetë një taksë royaltie që është taksë shtetore 2%, 3%, 5%, ne nuk fitojmë asgjë. Për shembull, teci në suk, ne marrim 2%, o e marrin në euro, 2% të energjisë, ai ka 200 megawatt, ne marrim ose 4 megawatt, ose më duket 1% që i bie 2 megawatt, po 2 megawatt marrim ne, ose i marrim në euro këto. Pra shumë pak më, të falësh tokë. Të prishësh jetën e 10.000 banorëve aty në suk. Dhe ti të marrësh 1% që ti me këto